Edhe pse ndodhet shumë pranë Milotit dhe jo shumë larg bashkisë Kurbin, fshati Fershkopet është ndër më të lëndit pas dore. Fershkopeti në fakt duhet të ishte një fshat turistik pasi është përfshirë në paketën e 100 fshatrave turistik të planifikuar për të investuar në to nga qeveria. Por jo vetëm që fshati nuk u kthye turistik, përkundrazi ai është braktisur totalisht nga të gjitha institucionet qendrore e vendore. Rrugë të shkatëruara, linë elektrike e cila kalon në përpem, banesa të braktisura, mungesë të ujit të pishëm, shërbim shëndetësor që nuk funksionon, janë këto probleme me të cilat përballesh sapo të futesh në fshatin Fershkopet, i cili në të vërtetë nuk ndodhet më shumë se 2 kilometër larg rrugës nacionale Burrel-Skuraj. Banorët e fshatit thonë se janë braktisur totalisht nga Bashkia e Kurbinit, e cila kujtohet për ta vetëm në ndonjë fushat elektorale. Ata shprehen se kur ka zgjedhje politikanët e të gjitha niveleve ju a gjen shtëpit për të kërkuar voton, por sapo zgjedhjet mbarojnë askush nuk duket më në fshat. Rruga është ndër faktorët kryesorë të këtij fshati që është braktisur nga banorët e tij. Një pjesë rruge e kanë shtruar me beton vullnetarisht vetë banorët. Rruga shumë e dëmtuar. Sa herë kanë ardhur kanë dhënë premtime për fushata, asnjë gjë s'kan bërë. Edhe i rrugë, edhe makinë çavarë s'kan lëshuar, vetëm fshatarët që kanë bërë me xhepat e vet. Asnjëherë nuk ardh shteti me i vu dorë. Sa herë shem kemi vu fadromat, i kemi paguajt vetë në fshatarët. Me hap rrugën, sa është mbyll sa herë për shiu. Fshati është të degraduar fare, nuk ka njerëz janë të ikë ditë për ditë. Vetëm për infrastrukturës. Vetëm për infrastrukturës. Rrugë nuk ka, po nuk e rrugë s'ket ardhën. Fshati jon, me thënë drejtën, vujmë shumë rrugën. Sepse rruga është shpirti, si e thonë asaj fjalës, sepse fshati jon ka dhe historina. Ne kina kish në Shëngjërgjit që nëllët atje sipër, po ta shofish edhe veshe, që ka shumë histori kisha Shëngjërgjit. Këtu vetëm vini herë në 2 vjet, majnë që të vota, se na gjojnë shtëpiat për herë në 2 vjet. Me furgona, me kuaj, me gjona në hallpa në gjithë s'kan. Kurse për tjetër, këtu s'do me ditë shteti, a ka banor, a s'ka banor, as i gjë vetëm. Votat e në hikim thot, e në mirë pafshin mas 2 vjet tjera. Pra, a i në Europë, as i në Europë, ne nuk e di, jetojmë me sijet, as jetojmë. Të kërkësh rrugë drita ujnë 2025 është mi fjalë që me thënë ty janë gjanat më skandaloze. Për 2 kilometra rrugë, shife që banë, për 2 kilometra rrugë, këto hikun, u shpëvësu, s'ka ma, ka ngell 2-3 shtëpia, ka ngell vjetrit, rinia hiku, nuk kena pse të bëjmë thirrje o rinin në aloni, sepse s'kam pse unë alu, sepse institucionet nuk nëllën kërkon. Por s'ka, kur s'kena shtet, nuk ka, se shteti e ka avu menin me fletxhun, veç 2 vjet votat e në shtet mirë pa. Kjo që shikoni ju, për pjesën e betonit, po, që më dolim të fix, këte kanë shtru vullnetarisht banorët, nuk ka hyrë shteti kon. Fare kanë bërë banorët, që kanë copa, kanë shtru ku kanë qenë probleme, e kanë shtru me lekë të veta. Nuk ka bën shteti edhe 100 lekë shmat vjetrin. Ratë tërmeti nuk dun me ditë për tërmetin. Hajde shive kullën këtu, është kulla këtu, është copë. Rruga është kryesorja, ambulanca e pe vetë, domethënë se e ka mulu ferra. Nuk hapet vetëm e kanë bërë qendër votimi dhe nuk funksionon fare si ambulancë. Ndoshta me letra është si ambulancë, por nuk funksionon si ambulancë. E kemi marrë domethënë me bani një matje tensioni në nim. Vetëm për votime, asnjë gjë nuk i hapet dera. E kanë mulu ferrat, e kanë mulu shive vetë domethënë. Nuk edhe këtu e kemi rrugën e kemi marrë vetë. Domethënë me investime vetë, me kanalizime vetë. As turbina më përprojnat nuk kanë vu. Turbinat. Kam pas raste si ka shku makina në ujë, domethënë deri në shasit, mulu shasia. Domethënë me qellu kohë se rrebesh, domethënë të merr me vete. Ajrin e pastër një. Burimet me ujë, domethënë që i përmban vetë, i plotësim terreni, domethënë gjelbrimi, gjitha, domethënë kushtet mos e pyet për kushtet. E kemi mirëmbajt vetë, domethënë do të presim pemë, do të presim ato, vendos shtyllat vetë, komplet fondi jo, domethënë bashkë me shokët mi, domethënë. Edhe për shumë keq problem. Dhe fshatat ishin fshatat turistik, domethënë fshati Skuraj. Banorët thonë se dikur në këtë fshat banonin mbi 300 familje, ndërsa sot ka mbetur shumë pak. Por po fshatet kanë ardhur sa herë na kanë mashtru, edhe kanë hik s'kanë ardhur më. Ky ka qenë shumë banorë, kanë qenë dikur që folet përpara. Kanë qenë rreth 300 shtëpi. Flas për para, tani kanë ngel, tani mund me thënë drejtë mund të jenë as 10 shtëpi janë. Ujti 1, rruga 2 dhe energjia janë shpirti i robit. Nuk ka shteti kërkon se ka vu dorën, na kërkon veç thot miropafshim, veç herë 2 vjet na kujtohet se ku jetojmë ne. Se kush janë ato ik poshtë me apost i thon. Po shtunë diel veç dalim këtu veç me vizitojmë dhe hikim. Sa më bën, s'ke çfarë bën, këtu ka marrë vendi. Këtu shteti po na gjeni herë 2 vjet na gjeni shtëpi, na thot se ku jetoni. Për vota.
Për tjetër gjë, mirupafshim. Shivi linjat, ja, shivi linjat që janë. Ta amortizume, ja, shikoni këto. Këto besoj kanë mbi 40 vjet, 50 vjet që janë vonë, nuk janë vonë sot. Edhe mos e 40 vjet. Që, shive, ja, për lisa i kje aty, ja shiko aty, është mjerim totaler. Këtu është makese mesjet, është gjynaf sepse është një fshat me zhvillim. Është ndër 100 fshata turistik, nuk është se është fshat i marum, i hup. Këtu ka marru vejnë e vllaz, disha me thanë, për zotën është pa fjalë. Premtime japin, vini herë nga 3 vjet kur kanë votim. I herë 2 vjet. I herë 2 vjet, i herë nga 3 vjet. Kështu sikur ju intereson aty në domethënë. Edhe nuk jemi ishull, mes ishullit. Nuk kemi asilloj gjaje. Ki fshat me salla ajri pastër, fshat turistike. Ne jemi këtë harum. Nuk ka doras, nuk shifet një pushtetar. Ina tu jetu me shpresa, po jemi drejt zhvendosis edhe ne, nuk bëhet laf. Drejt largimit, s'ka. Kam infestu, kam bëhë shpinë, infesto për rrugët, infesto për i pikuj me pas në borë, e s'pyt kërkush. Banorët e Fershkopetit e kanë humbur tashmë shpresën që fshati i tyre do të rigjallërohet.